Nasi Unika, kryetari i shoqatës shqiptaro-amerikane në State Island, është një nga figurat më të angazhuara dhe të respektuara të diasporës shqiptare në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në një intervistë të fundit për gazetën Bota Sot, Unika ka folur për rolin gjithnjë më të rëndësishëm të shqiptarëve në SBA, si dhe për iniciativën e tij më të fundit për organizimin e festimeve të 28 nëntorit, ditës së pavarësisë së Shqipërisë në ambientet e shtëpisë së bardhë në Washington DC. Një nismë kjo që ka ngjallur entuziazëm dhe mbështetje të gjerë në komunitetin shqiptar-amerikan. Gjatë intervistës saj ndau gjithashtu historinë e tij personale, një rrugtim impusho me përkushtim dhe sfida drejt realizimit të ëndrrës amerikane, si dhe theksoi kontributin e vazhdueshëm të shqiptarëve të Amerikës për vendlindjen përmes ndihmës humanitare, mbështetjes kulturore dhe pjesëmarrjes aktive në çështje kombëtare. Si vlerësoni situatën aktuale politike të shqiptarëve në trojet anëtare, veçanërisht në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Maltëzi dhe Luginën e Preshevës? Situata politike e shqiptarëve në trojet anëtare mbetet komplekse dhe sfiduese. Në Kosovë, përballja me sfidat ndërkombëtare dhe presionet e jashtme kërkon unitet të brendshëm, i cili shpesh mungon. Në Shqipëri ndarja mes interesave partijake ka lënë pas dore interesin kombëtar. Në Maqedoninë e Veriut, shqiptarët kanë bërë përparim institucional, por edhe përballen me paparazi. Në Maltëzi, shqiptarët po diskriminohen haptazi, ndërsa në Luginën e Preshevës vazhdon një marginalizim sistematik. Mungesa një platforme gjithkombëtare për bashkërendimin është bashkëllëku më i madh. Si lindi ideja për emërtimin e një rrugë në State Island me emrin e Ismail Qemalit, të cilat ishin sfidat që hasot gjatë këtij procesi? Ide lindi nga bindja se heronjtë tanë kombëtar meritojnë të nderohen edhe në tokën ku jeton diaspora. Ismail Qemali është figura që simbolizon pavarësinë e shqiptarëve. Sfida më e madhe ishte procedura burokratike dhe sigurimi mbështetjes nga autoritetet lokale, por me angazhim të vazhdueshëm dhe përkrahjen e komunitetit ja dolëm të bëjmë realitet më thjeshtësor. Ju keni nisur një nisëm për festimin e 28 nëntorit në Shtëpinë e Bardhë. Si lindi kjo ide dhe çfarë ju motivoi ta ndërmerrni? Ideja lindi nga dëshira për ta ngritur flamurin shqiptar atje ku valojnë flamujt e kombeve të botës. Ishte një mënyrë për të treguar që diaspora shqiptare jo vetëm që ekziston, por ka ndikim dhe dignitet. Kjo nismë është një reflektim i krenarisë kombëtare dhe i besimit se ne meritojmë të kemi zë edhe në qendrat më të larta të vëmendjes së botës. Kjo kërkesë është nisur përmes kongresistit Nikola Malliotakis dhe është duke u përkrahur gjithashtu nga senatori Chuck Schumer. Përgjigjen zyrtare e presin rreth muajit shtator dhe besojmë se do të jetë pozitive pasi jemi bashkuar mbi 30 shoqata shqiptare në këtë nismë historike, tha ai.